në qëto minuta që i kemi qëndru bashkë me mu, kemi kuptu se qysh kemi me fitu që ato pare që e ki pa video në TikTok me siguri, ose Facebook, ose në Instagram. Shumë e thjesht. Kjo që atush me bo, është me këshyr të paktën gjysën e kësaj videos, që me mujt me konë pjesë e lojës, me bo një koment, një like, edhe një shpërndari, një share. Për 72 orë, sa do që mbledhe që kjo video, njeri prej komentuzë të cilin ka me konë me përzgjedhje të rëndomt, pra pa influencë për mes një përzgjedhësi elektronik, e kontaktojna edhe japim para që kjo video këtu, i mbledh për 72 orë. Do të thoni pse se ki bo në TikTok ose në Facebook, me bo këtë mbledhje, sepse nëse e bojna në TikTok ose në Facebook, pagesa është jashtëzakonisht ma e dopt. Ideja është minimun njëri tjetrit, dhe nëse kjo video performon mjaftu shumë mirë, nëse kjo video është mjaftu shumë e suksesshme, që mundoj kënaqëm edhe përfituesi, atëherë kena me vazhdu me bo video të tilla ku kena krejt komuniteti jam ka me përfitu prej meje. Unë besoj në idenë që nuk duhesh veç me këshyr qysh veç me marr. Besoj në idenë që ndonjëherë duhesh me shpërnda edhe me njerëz tjerë. Unë nuk jem këtu me zaventu kërkon, as nuk po them që kom të bo milioner, po them që dhuratat gjithmonë janë të pranueshme. Krejt qa duhet prej anës tonë me që një video e kualifikueshme do duhemi pas një minutazh të caktuar është me t'i marrë disa minuta nga jeta, herë 3, herë 5. Dhe nëse ti në gjeni mi bo mi dhonë 3 minuta me shpresën që kemi koni përzgjedhuri apo e përzgjedhura, atëra faleminderit. Nëse jo, të kërkoj ndjes për çdo sekond që ta humb. Nuk muj me prodhu një kualitet videos ku dhëroj ty diçka, ty përdor materialet huja. Pra këtu nuk do të mund t'ja me fuz një lajme, me ta bo video një interesante, mundu që ti me u bind me këshyr këtë video, sepse të drejtat e materialeve i gëzojnë prodhuesit, ata që e krijojnë materialin, dhe nuk paguhen ato video. Vetmja mënyrë që unë me mujt me nda fitimin me ty është që nëse ti je dakord me mu, me qëndru bashkë me mu këtu për një pjesë të vogël të minutave. Këto minuta zakonisht mundesh mi hub nëse je vajzë ti u lyje, ti u nreqë sana dhe me lëm videon me hec, ose nëse je djalë, je ty bo diçka le videon me hec. Nuk je patjetër i detyruar me mngu, mos janë anëzonin telefonit se e vren YouTube-ja këtë pjesë, po të paktën le të hec video. Që të në balkon, nëse ti prishi nervat, e hen mrena në shpe, mas 3-4 minuta, 5 minutave, do t'ishte perfekte nëse shkon deri te 5 minutë që hen të video, komento, like, share, mbyllë videon edhe përcjellum mas 72 orëve e përzgjedhim fituesin. Fituesin i cili i merr të gjitha çka i mbledh kjo video dhe pa asnjë diskutim, as pse, as qysh, as ku jeton, kudo që jeton, kimi marr parat, diskutojmë privat zbashku ku do me t'i dërgu e kështu me radhë. Kjo nuk është hera e parë që unë e bëj këto, ka shikues mi që më përcjellin kur kam qenë 1000 followera dhe e i kumbo këtu dhe i kanë marrë parat. Tani ma shumë se më ju tregu se një metodë e tillë po deshet ju funksionon brutalisht mirë dhe shuma shkon të urrit brutalisht shumë, nuk kom çka më ju thonë. Ju 90% e juvja e dini që nëse ju e kishoni videon deri në fund, shpërndani, bëni like, komente sana, potenciali që video me fitu ma shumë rritet ma lart, edhe normal me dije kovë që pastaj edhe përfitimi është ma i madh. Pse pe bëj këto, do të thoni ju se kjo e bëm që me fitu për veti. Nëse do doja me fitu për veti, do të vazhdoja me videot e zakonshme që ka i bëj gjithmonë. Por komendos që me bo një seri ku një pjesë fitimeve të mia ja vepi edhe atyne që mi mundsojnë këto fitime që jeni ju. Pra, për me përmbyll videon që me që pjafromi minutit të 5, zbashku mujna minimum një tjetërit. Ti nëse e këshyre sfiton ti, s'do të thotë që s'ka fitu kërkush, ka fitu dikush tjetër. Nesër i fiton ti. Kështu që nëse jeni dakord, një like, një koment, një shpërndarje, edhe këshirën e videon minimalisht 3 minuta,
do t'ishte shumë perfekte. 5. Faleminderit shumë.